Dyert për të gjithë ata që kishin blerë biletat për koncertin e Exhibit u hapën në orën 20 në sallën Jetëtorin e Prishtinë, ashtu siç edhe ishte paralajmëruar. Siç e dini, Prishtina është ndruar në një qendër ku atërojnë reperët më të famshëm të botës, ka qenë Snoop Dogg, më pas ishte Busta Rhymes, Lloyd Banks, ndërsa sonte ka radhën Exhibit. Intervistën ekskluzive keni pasur mundësi që ta shihni në Radio Televizionin 21, si me çdo reper tjetër kemi ekskluzivitetin dhe me tani të paktën. Ndërsa tani është koha që të sjellim atmosferën e koncertit të reperit amerikan Exhibit. Vazhdoni të shoqëroni me ne. Atmosfera filloi me DJ lokal. Kur salla filloi të mbushej dhe pritej që këngëtarë dhe bende lokale të ngrinin disponimin e rreth 3000 të pranishmeve, ndodhi diçka e papritur. Dikur rreth orës 22:10 minuta, policia dhe sigurimi urdhëruan që të gjithë të dilin jashtë, pasi që sipas policisë, dikush kishte paralajmëruar për një bombë të mundshme në sallë. Njëri ndër organizatorët e koncertit ju drejtua publiku duke ju thënë se pas kontrollit që do t'i bëjë sallës Jetëtori nga policia, të gjithë do të futen brenda dhe koncerti do të fillojë. Veç 5 minuta ktheheni prapë brenda i çelin dy. Mirë po pritja para dyrëve të sallës Jetëtori zgjati hiq më pak se 65 minuta. Pak për shikuesit, ma herët u paralajmëruni bombë, voni ndërprerje, çka mundesh me na dhom më tepër? Ky koncert ka qenë i sigurum pej Black Panthera, kompanisë sigurimit, dhe ka qenë sigurime pej policisë Kosovës si njësi sekundare. Policia Kosovës ka marrë një thirrje që demek ka bombë këtu. Të gjithë kemi di që kjo thirrje është e rrajshme, por prapë se prapë policia Kosovës njësiti special në Beqen kanë ardhur e kanë kontrollu sallën që shka në rregull. Është dashur me evaku e sallën me djalë jashtë deri sot bëhet kontrollimi dhe të futen njerëz brenda. Me gjithë defektet që pati organizimi, Ardin Badivuku u shpreh i kënaqur. Salla është shumë full, njerëzit nuk u kënaqën shumë vështimit, kjo është përësi për mua. Megjithatë, mira adhurues të reperit amerikan Exhibit u rikthyen dhe vazhduan të kënaqen me muzikë, mirë po jo me këngëtarë dhe bende lokale, ashtu siç ishte paralajmëruar nga organizatorët. 20 minuta pas mesnate, publiku filloi të elektrizohej me muzikën e DJ Fingers, i cili njëherë njihet edhe si DJ personal i reperit Exhibit. Ora 24:30 minuta. Erdhi momenti për të cilin ishin grumbulluar rreth 3000 veta. Reperi 37 vjeçar Alvin Nathaniel Joyner, njohur si Exhibit, u ngjit në skenë. Publiku shpërtheu dhe atmosfera arriti kulminacionin e kësaj mbrëmje të shumëpritur. Reperi amerikan performoi hitet e tija si What's the Difference, Paparazzi e tjerë. Mirë po pjesë e performancës së tij ishin edhe hitet e reperëve të tjerë amerikan me famë botërore si Nate Dogg, Snoop Dogg e tjerë. Put your fingers in the air for my homie Nate Dogg. Nate Dogg, Nate Dogg, rest in peace, rest in peace. 16 in the clip and 1 in the hole. Nate Dogg is about to make somebody's turn cold. Now they dropping and yelling, it's a tad bit late. Nate Dogg and Warren G had to regulate. I got hoes to the sky for Nate Dogg, y'all. In different area codes. Area codes. Oh, Nate Dogg. Oh, in different area codes. Area codes.
si malë për hip-hopin që vojra nam Kosovë që nuk mërzit në kur. Së mos për Basarajmë s'kena prit 2 ditë, a dhe s'kena mërzit. Këto e kem edhe Bleronën, kolegen. Bleron, që ishë po valën sonde? Shumë mirë, atmosfera shumë e mirë, pak në punum në shta për shkak të asoj rruje po krimi. A e po nërvos të vlit? Pak po. Cila prej kongve të Exhibitit pëlqen më shumë? Eksi, normal. Normal, është super hit, po edhe këto që i ka po me Dr. Dre-n, që është pat. I like your t-shirt. Thank you very much. Is it a gift or you bought it? Yeah, it was a gift. So, are you having fun tonight at the Exhibit show? Absolutely, man. I'm having fun. I'm having a great time right now. Si të gjithë reperët tjerë, edhe Exhibit elektrizoi publikun duke valvitur flamurin kombëtar. Ëmbëlsira për fund. Pas 60 minutash performance, filluan tingujt e parë të këngës më të famshme të tij, të realizuar në vitin 2000, kënga X. Me të përfunduar kënga, publiku filluan të dalin nga salla dhe kështu përfundoi edhe koncerti I shumë pritur I Exhibit. And we shoot exceptionally. That there's hot. X marks the spot. Fuck no. X spots the marks. Exclamation point, nigga.